Kur flitet për Donald Trump, vëmendja zakonisht ndalet tek stili i tij provokues, gjuha e ashpër apo konfliktet politike që ndes kudo ku shfaqet. Por problemi real që përfaqëson Trump është shumë i thellë dhe shumë i rrezikshëm. Ai është simboli një leadershipi global që ka mbetur pas realitetit, fiksuar pas ideve të vjetra, por që bota ka ndryshuar rrënjësisht. Obsesioni me naftën, industrinë e rëndë dhe rikthimin e një Amerike të madhe mes modeleve të shekullit të kaluar, është vetëm i Trumpit. Është pasqyrë një prirjeje më të gjerë. Një pjesë e madhe e liderëve botror vazhdojnë të sillen sikur fuqia politike dhe ekonomike, matet ende me burime natyrore, kontroll territori dhe retorik force. Në realitet, bota e sotme funksionon ndryshe, që ja ndërtohet mbi teknologjinë, inovacionin, besimin institucional dhe aftësinë për të përshtatur. Problemi nuk është se këta lider po gabojnë në politika konkrete, problemi është se ata lexojnë gabim, po në cilën jetojnë. Trump flet për shpime nafte sikur energjia, dhe ishte ende çështje pushtimi industrial. Tjerë flasin për sovranitetin si izolim, për stabilitetin si kontroll dhe për zhvillimin si beton e hekur. Ndërkohë ekonomia globale zhvendoset drejt dijes, energjisë së pastër dhe teknologjisë së avancuar. Ndeku midis diskursit politik dhe realitetit ekonomik zgjerohet çdo ditë. Kjo shkëputje nga realiteti thon politika të rrezikshme. Kur liderët qeverisin me logjikën e së kaluarës, ata nuk zgjidhin problemet e së tashmes, as nuk përgatitin të ardhmen. Ata menaxhojnë frikën, jo zhvillimin, ushqejnë nostalgjinë, jo progresin, dhe në këtë proces, shoqëritë mbeten peng i debateve të vjetra, ndërsa sfidat reale, ndryshimet klimatike, automatizimi, pabarazia, krizat energjetike shtyhen pafundësisht. Trump bën shumë shurm, por nuk është i vetëm. Nga Washingtoni në Moskë, disa kryeqytete europiane deri në rajonet më të vogla, liderë vazhdojnë të besojnë se kontrolli dhe propaganda mund të zëvendësojnë vizionin. Kjo është arsyeja pse krizat përsëriten, se institucionet dobësohen, se besimi i qytetarëve bie, jo sepse bota po bëhet më e ndërlikuar, por sepse ata që e drejtojnë bëhen gjithnjë më të papërshtatshëm për të. Në fund, problemi nuk është Trumpi si individ, problemi është një klasë e tërë leadershipi, vishje të qeverisë të ardhmen me mendësinë së shkuarës. Dhe historia do të jetë e pamëshirshme, ata që nuk arrin të kuptojnë se koha ka ndryshuar.